Bravo, Vajza, bravo! Si jeni mirë, si jeni luat. Mirë, si jeni luat. Urdhëroni. Mos i iq pusë se s'kemi larë. Urdhëroni. Si jeni, mirë? Le t'i iq atletës e ja morën t'i paskat mira. Ja iqë. Jo qërapet, atletët iqë. Se i paskat, edhe kapelën, se mirë. Ta t'i dhëm të oqaku të fanë. Se bite Shqipër jashtë, hajde. Hopa! Mbrëma njerës, mi mbrëma. E para harat janë gjatas, s'kemi takatje. E dyta pse bari është i njom, pyet Kevi, pse nuk është i thate? Pa që mërë këtë bari i njom? Pastaj fahet. është i njom, fahet, pastaj pijet. Kevo, kjo e tha, nuk tha gjonë, jebi kongët. Ma dhe të shima më të regode. Nata, fapa. Fapa, pra është këtë gjumi dregës, këtë gjumi bukurit. Po se se bëje shëtitin kështu ti, po të ta bëje kështu gjata si. Ta kështë për gjëra si. E për tërthora si. Edhe pasaj të zu gjumi se ulo, normal. Po kështu i kemi ndaj, ke pa nga avion. Një dy lymë që i kena dhe gjata. Hajë që s'kemi ko, kemi muhabete, kemi gjëra interesante, kemi aty kuptona për jo. Bajza mirë jeni me? Jeni bo kujtjezi sot, ha? Bajza mirë. Shqipri! Hajë, dhe të morë sharkejke e meshja. Ne ju thamë të fitoni, po jo që do të vekshë. Edhe gjithë mos e boni balë. Fitore. Qarë fitum na me këto fitore? Ata që, e kupto? Të dy të ndru. Ne kemi thënë të punojnë, po jo të shmedhemi nga puna. Se se muremi. Nuk e dim se mu duk vetja që kjo jo mund duk. Kemi thënë të punojnë, po dhe jo të... Mbaj djeca dhe së murem. Atere, mi... Sa e mbaj djeca së murem. Be qika të punojnë, se të për cilë celularin duke. Be qik... Ne kemi thënë të punojnë, po jo të shmedhemi nga puna. Ja ku i ke. Na këputët zingjiri. Ja ku i ke. Më budallin dhe me dhënë, nuk gjenë fiset për kace. Avashju të dyja, avashju. Edhe sashtë. Avashju të dyja, ju përkevi këtyre dyja. Avashju, ju mbyti puna. U kënaqet juve. U kënaqet. Mi mbrëma për shëndetim se vini sonë në sonë të në glan. Haj, mi mbrëma shqiptar, ju i zotit gjithë. Amin. Lali jo në Gjermani. Lali jo në Gjermani kishe vra dorën. Jo, një sekund. Se kishim bërë një Gjermanë një kështu përgatitje për një alarm bërthamore, të atomikët. Po, dhe kjo shlip të putonit, qarë për? Kur rasi re... Se rasi re janë t'ja futa vrapin, krap, u vra dorë. Pas ka dali fundi. Pas ka dali fundi. I funi se e shkelën tjerë të sipër, gjithë. Amërve e komet, bemër. Në fakt, të gjithë ta të ftuarit, dhe me thonë ftojnë, të gjithë të ftuarit që vinë këtu në studiot e këne që e pasere ftojnë, habitin që gjenë 2-3 maci këtu vërdalë. Po, i mbajmë ne. Po, po pse macit? Leni macit dhe, më shqip punë të tuja, më zëmer me lafe. Se ku ka mace, ka dhe? Ka dhe, vajza, ku ka mace, ka dhe? Qa kami? Qa ishim më, qa ishim? Miusha. Mija, dhe me gje miu, si ka morë. Minë të veqë të këtu. Tomi është edhe Gjerri. Bravo. Pa jo, pa kjo është një zidhje. Të shi, sa o studio jonë, ma në barëm të shi, ja futën të ku një Topolino. Edhe shkon mafja. Kablot e live-it. Pa tjetër, një nga arsyet që ta dhe kablot, e shkon mafja. O të shok, e thëtë. Ja, mësë o merve, ke maru për elektronik, jo. Pisha tja tje, bëj me nej pun. Ne, qëko me një qotë buk djatha, ne kështë me se, me telat. Jo, pëse, macet i treno Danieli. Do qëko, kjo është e dritave. Kjo është e robotave. Glani ka macet e veta dhe kjo dijet. Ka një macet zesë që Sandri se do të fare, po e ka kot, nuk e ka kot. E ka fobi, e ka këshu. Thotë. Plus e disa të tjera macet që s'ja të regojnë Sandri që ma i fshira. Ndërko, që ndodhi në një studio që nuk e kanë mëndu të bëjnë televizion? Al Jazeera me Demek, kuptoni ja bëja. Kërciti miu mi vajza. Ra nga tavani. Jo lak original. Ra miu me gjithë panele. Jo. Sa filloj ajo mi mroma për shëndetje. Tak. Pa kjo punda që. Pa që studio jeni ju. Pa 13-14 mace vërdal. Këto Al Jazeera. Një dy kurse për mace mund t'i vini vërdal. Për mace. Regjia më ndimo pak. Pa që të luash mënç. Have called on all sides to... Qa kemi në treme? Po të lagja. Po
fu Çarmiu. Çka dhe herë me ngadalësim se si ishte mim duke të Ishte spanter. Jerry, ai ishte Speedy Gonzales. Edhe herë, shife. Shife. Qa. Okay, Vese, sorry. po një moment po t'ishte futu ke mongë, ta shif se Speedy. E, po kjo pun, jepi plej, shive qa thot ajo. Pa pik në turpin. Called on all sides to. Oh my goodness, that was okay. Sorry, everyone. yeah. Rat just ran across the si desk. gjo me Let's keq. continue. Oh yeah, let it continue, but që continue. Ama sa vazhdojnë, po nuk ullë më. Ire ka, japim lajmet. Sonte në... Ta shi kjo pun. Se, e di si është historia me vajza. Qohë pak desar, dina duke cepi shpetë duke cepi aty. Hajde desar. Pra, mi mom se marroj emisioni. Fa se erdhe. Oke, 2 mintë ishin përballë njëri tjetrit. Që fillu me pa lajme. Më këtej që të kapi kamera, oke, aty, stop. Edhe i tha ai, hajde. A do vishti apo të vion? Hajde ti. Jo, hajde ti, tha, mi leve ky, se po vion. Po jo ti bite kështu poshtë, ira drejt për drejt, Si çkalon ti para kamerës? E kapi kamera, a marrë mërjau. Larg budallëve. A, mane se në po, mane, laj mate. Se mirë, 13-14 sa ka klani nuk mani dot. Pa një nuk e mani? Ja, edicioni qendror i lajmeve me Demek. A, mane mërjau, me të lytë menç. A ka më turp? Al Jazeera, do më, ha? Po falë, se ne mund të flasim kot, mund të ke qenë një teknikë, si audio, si indriqimit. Varet ku të ka qenë, mo. Mund të qenë kjo që gjo këto, e-mailet, këmëto që mirë e-mailet, nga ne vishëm një gjo për je. A i shpejt sa lëvise, pa tjetër. Mirë po, që në televizion mati, mace. Problemi është për shumë në përfushat e futbolit. Qa mund mash? Mace, qa dush, pa tjetër. Mace. Mace, më. Dhe atje, ha? Ajo s'fush e ma mund mash edhe i tigër. Ose një buf. Mund të mash një buf. Që hamin dhe arat. Një skifter. Skifter. Ose mund të mash, qa mund? Ha? Nuselale. Një nuselale. Po që më ke filluar më... Se nuk vazhdove për zooteknik, di po për balet. Nuselale. Ha? Një nuselale. Se i thëj nuselale, vërtet? Ha? Se i thëj nuselale, Denis? Nusja lalës, Ha? Nusja e? Nusja e lalës. Nusja e lalës, dhe ka qenë... Ore, nusja e lalës e ti qapami ka, po lala qapami. Lala qapami ka. Lala dhe të ke qenë me mustegje. E, qive, fush futbolli. Me lutë me heqë për ka i bota? Qike e ke? Qive sa është? Wow, Edhe, e kupto ti? kësje ka mikë, që ka një qenë që e vjetë. Një qeni maskuar si mi. Edhe nuk i shkon me në anësorit me ngrit kartonin, mi thonë offside. Për momentin, ja. Ece, miu, ece, qika. Bajte ke portieri. Ha? Një t'ja futi shenë, por djeri fush Jo. Po mos e ka, mëse janë të pisët. E kanë lëshu turistët, tifozët. Tifozët, e kanë që për syrin. Po mos e ka, mëse është i pisët, qish. Pa lene përse, në fakt unë e nga tërë me këto minte lanës këtu. Lana i ka. Janë me dëtë më. Lana i ka. Bajta keni pa njërës, kur dalin aty ke lana? Kishin dal një 2 shifshin i ishin kështu. Amër Bobi, qa Ama problemi gata, kema? to shku punë, ha? Ishin kështu. Nese, të mos me e me lanë. Lana i ka frikë me ju afru qeni. Që qeni mërë, së afronë punëtorë të bashkisë. E janë kështu, dali me këto të forcave Reneja me mrojtë se për para, se miu, në, leje lafet. Au, vetëm e lafet. Kthehemi pas pak qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Ajde, morge, shpetë për vëndë tuaj atere. Kush e këndon këtë këngë? Kush e këndon? Kilo kanta. Ha? Kush e din gocat? A, mis Kemi nisha? se ti dëgjon këtë këngë. Asti, jo, fare. Një burr. E mora vesh, një burr pa. Oke, atere, që mos allagatim se kemi material të ngjeshur, të gjërë të gjatë dhe plot informacion brenda. Bëhet fjalë për një zonjë, e cila ka një ndarje, domethënë jo me letra, po janë të ndarë. Bashkëshortja ka jetuar jashtë dhe sigurisht në vetminë e saj, me të drejtën e saj, krijoi një lidhje me një qytetar nga Kosova. Marrëdhënie mbyllur me bashortin, Po. jo me letra, me dokumenta, por ka marrë fund. Po, patjetër. Gjenja Pra emocioni. kërkush nuk mund ta paragjykoj dot që ti me burrë. Ja, i ka mbyllë sapet me burrin dhe ka drejtën e saj të zgjedhë
të jetoj shoqëruar, të doj dikë, për 1 javë, 2 javë, aj sa janë ndjen pasioni saj, pa tjetër, sepse ne jemi një vënd paragjykuse, jo. Në një periudhë shkurtër marrëdhënie, më pas partneri i saj, apo shoku, apo i dashuri. Lidhja ka zgjatur 2 vjet. Okej, domethënë pas një periudhe, Lidhje serioze, filloi të bëhesh toksik, të kërcënues, të bëhesh përndjekës, shantazhues, ofendues, dhunues. Pra, 1001 të zeza që një femër në një marrëdhënie pret nga partneri i saj. Kushdo qoftë ai, patjetër që po. Dhe vetëm pse kjo zonja ka vendosur që kjo lidhje të mos vazhdojë më. Po se me këtë lloj toksiciteti çat bote e shkreta. Mi po nuk mjaftoi me të kaq, sepse në një marrëdhënie të qytetëruar thotë zotëri, kaq ishte mbaroj. Jo! Ti do jesh e imja sa të jesh gjallë. Ti do t'jesh e imja patjetër, se unë jam... Po ti je perandori Kinës. Thot ai andema tanë. Ndërkohë që... Perandori Kinës e epshim me vete ku shkote në fakt. Po. Ndërkohë që SMS kërcënuese, audio ofenduse, jo po mos ri me këtë, jo mos ri me atë, jo po do flas me këtë, do flas me atë, më thënë, me ta nxi jetën, me ta plas buzën. Te këtë gjua me Gentin para ditën në montazh për të krijuar idenë e gjithë situatës për rrugë. Na erdhi, më thënë, unë ndjem siklet, ne që jemi meshkuj, jo e shkreta që është femër. Burrec. Patjetër. Sjelljet e një burreci. Mirë po, sigurisht, e pati shndrydh në vetvete me probleme të rënda. Sigurisht, mos ajo ka një familje, ka fëmijë. Dhe nuk do që ato të marrin vesh një histori të saj personale, ruhet nga sigurisht edhe ne si shoqëri jemi thellësisht bullizues. Po, patjetër. Na ka bekuar me një bullizim të papar. Dhe besimin e vetëm që pati ishte emisioni Stop. Duke parë historikun e këtij emisioni në ndihmë të vajzave që kanë probleme psikologjike nga meshkuj të ndryshëm, nga ngacmime seksuale, të gjitha të faktuara me prova, me fakte. Ndiheni pak hapin e parë. Nuk është rasti parë ku një romancë pasionante përfundon në përndjekje dhe për këtë arsye emisioni investigativ Stop është drejtuar qytetit të Elbasanit. Përshëndetje Stopi, unë jam një zonjë nga Elbasani, nënë e 2 fëmijëve. Këto 2 fëmijë kanë ardhur nga një martesë 25 viteve, e cila sot nuk funksionon më. Sepse im shoq është larguar jashtë shtetit, bashkëton me një tjetër andej, prej 7 vite e ca. Kemi shkuput lidhjet me bashkëshortin para 4 vitesh. Por nuk jeni divorcuar? Por jo, nuk jemi divorcuar me dokumenta. Gjatë kësaj kohe unë njoha një njeri tjetër që quhet Selami Maiqi. Është nga Kosova. Ku e njoha? Më shkruajti në Instagram. Nisi biseda si një lojë, pastaj e kam takuar. Ai filloi të më bënte edhe shantazh. Të tipit? Nëse ti ndahesh nga mua, unë do t'i tregoj fëmijëve tu, unë do t'i tregoj njerëzve tu, vllajt, motrave tua, se qa njeriu je, gjithkohës më shanë të më thoshe ti je një përdal. E bëri këtë veprim? Do me thonë fëmijët e tu e din për këtë lidhje? Vajza ime e madhe, po. Këto fjalët kanë vajtur tek veshi i bashkëshortit tënd, ta themi. Po. E ka marrë dhe i vesh? Po. Për reagimi ati? Qa njeriu pas ke gjetë. 2 muajt e parë ne kemi komunikuar tamam. Pastaj fillon të një javë, fillon të zëmrohesh, më kërcënon të ti e një do t'i tregoj fëmijëve tu se qa nën e ka. Kur unë shoqërohem me një shoqe, ai më thoshte ndau nga ajo shoqe, ndau, domethënë ka synimin që të më ndaj nga gjithë njerëzit që unë shoqëroj. Qof shoqe, qof shok. Edhe sikur motrën të kisha ai prapë do më thoshte që ik nga motra. Më thoshte gjithkohës që ti me shoqen date jeni lesbike, e bëni me njëra tjetrën. Shkon me shefin, tani që s'hap telefonin je duke shkuar me shefin, je duke shkuar me çuna të rinj. Fjalët më të pista që mund të nxjerrin njerëzit nga goja, ai njeri i kishte. E shkreta, sigurisht, do jemi vajza foli me kurriz për të ruajtur anonimitetin e saj, mi jemi munduar të heqim dhe pjesë location e gjëra sepse dihet. Që ajo që tha Gentiani, që ne jemi paragjykues jemi. Më thënë këtu nëse ti vjen nga një divorc, më thënë, jo formal, po jenë darë tashma. Bashorti ytë, si që ta zonja ka ikur, ose ish bashorti në të rrasë, zonjës ka ikur me dikë tjetër e shtetit, dhe se cili ka marrë drejtimin e ti në jetë. Sigurisht dhe, për mua është një divorc i bardhë, në sensin që pa probleme, pa këto sherë që kemi transmetu kështë disa miliona. Pa tjetër, vëzho, se cili punë e vetë. Pra, një femër e tjilë këtu tek ne është, si ka zë një tjetër. Dhe gjithë këte, që kjo është ironia e fatit, e bëjnë ato që janë, që s'du ta them shqip tash. Ato pikërisht ndesin këtë lloj mekanizmi, ato gjyvendet
kam pasën dikur plakat, e dini ose që janë gjyvendet. Dijini pak së mësët, edhe kërcënimet e këtij të zotërisë në audio, me një fjalor banal, jo sikur kanë darë vite. Zotëni, Qa zotëria që ai ishte? Ti burretit mirë thetin. Dijini pak. Këto janë disa nga komunikimet ku kemi firje, kërcënim, shantazh. Të betohem, nëse nuk e hopa nesa për pak, do t'i shkuj dhondrit. Të betohem. Fle gjumti, mos e hap telefonin 4 orë. Ma të këtë përcijën tone, a shikon shafitore. Çdo përsa, çdo numër që kam, çdo TikTok, çdo Facebook, do t'i shkruaj dhe të t'ja thënë një nga një, me foto, me video, me çdo gjë. Për shumë pak ditë ja dëgjon zërin. Shumë do të jetoj për 3 gjëra. Që e po, shumë shpejt të nxjerrë fytyrën tënde në televizion. Një. Kjo në gjëra që do ta bëj 1,000% sekundë, shkatroj familjen. E dyta, jo me detyruar të flas me dy gocat e tua, dhe ty të tregoj se çfarë momoje ko, dhe se çfarë gjyshi e ka lënduar një njeri. Nuk është kërcënim. Duhet me ditë edhe ato se çfarë momoje kanë, se ne ta kuptojnë që edhe babës ty dhe tia pas ke po të njëjtën gjë. E treta, po jetoj të punoj që një ditë ka me dalë një njeri edhe ka më të prejat të në tënë. Sa ti në gocat e tua, në betonë sot, në 6, fix. Ti, do të shofësh. Kush je ti? Ti një betorin gocë, një betorin më tjeti. Ta të fsha me pisën, me idiote, me lapericme. Zotit më të koftë. Ku me shefin se tash edhe ati ja dërgova mesazhin se edhe të nesër do t'jecë në shpi. Mërçun, je ke hyp gomarit për sprapfi mërçun. Me këto mesazhe si ju lini dhe gjurmë, mesazhe, voice. Mërçun që të shërben si prova dhe fakte të gjitha pa tjetër. S'mjaftojnë vetëm kaq. Në një adoleshencë të hershme ky djali shkon poshtë pallatit, xhiro gomat, e ulëret, e bërtet, e tako shefin e drejtorit ku diun ku punonte kjo zonja e shkret. Zonja ka bërë vetëm një gabim, që duhet e kishte thënë vetë vajzave të veta, edhe ti thoshte këtij me një voice, një ti mua do më, se s'po e them dot se është fama. Okej. Dijeni pak. Ishte aq posesiv, sa jo vetëm nëpërmjet telefonit më kërcënonte, më bënte shantazhe, por ka ardhur poshtë pallatit tim këtu në Elbasan, ka xhiruar me gomë, më ka thërritur me pseudonimin ton, ka kaluar mbrapa shtëpisë time, nga dhoma e gjumit, ka ndenjur gjithkohës, gjithë natën aty e ka përdjekës me pak fjalë. Përdjekës. Po, edhe më ka kërcënuar duke më çuar voice e gjëra po të cilat tani ka fshi nga ajo. Bilez ka shkuar në fshatin tim, unë kam qenë vajzë, edhe duke më kërcënuar se do takoj njerëzit e mi, kanë nxjerrë edhe një foto. Dhe këtu është Selami Maiqi, ku ka bërë një selfie dhe mbrapa është tabela e një fshati të qytetit të Elbasanit. Po mirëzojnë, me gjithë këto presione, shantazhe, kërcënime, i drejtuar Komisariat e Policisë Elbasan? Jo, nuk jam drejtuar sepse më vjen turp, më njohin, domethënë mendoj se më njohin edhe më vjen zor. Jam një zonjë në mosh, po, kam 2 fëmijë. Më vjen turp, domethënë të më dali emri për keq. Më kupton, nuk dua që të më dali emri për keq. Unë du të shoh jetën time. Unë kam ardhur tek ju me besimin e plot se do më ndihmoni, edhe nuk do më nxirrni të njollosur, por do merrni me faktin. Dua që ju ta çonin këtë rast në polici, që ai të marrë një mësim të mirë, duke ruajtur dhe unë atë anonimatin tim. Jam shumë e stresuar dhe në spital kam bërë gjelpora. Gjatë gjithë kohës nuk shoh as televizor, as Instagram, as lloj gjëje, vetëm thjesht dëgjoj muzikë relaksi sepse më shkrijuar një ankth i madh. Ju lutem më shpëtoni sepse o do më vrasi ose unë do vras vetë. Ka shku ke fshati vajzërisë mërburit, do t'i them prindërve, vëllezërve. Katunit, i them gjithi, katunit. Por e vetëm të këto mesazhe ke 4 vepra penale, mërçun, vetëm të mesazhe. Po, imi none, drume prej pa tjetër që po. Por, dëgjuat, zonjën që tha, më vinte zor, tha, kuptonë se futet në një rreth vicios, presioni, dhune, të duke sikur çdo informacioni dal nga kjo lidhja jote që në fundit ishte një lidhje që e donit për sa kohë e donit, sikur gjithçka që do dali rreth kësaj lidhje do të jetë fundi i botës. Nuk është ashtu. Sigurisht që nuk është ashtu dhe
Për këtë arsye, Odeta Gjovori me avokatin Arben Langozi u drejtuan policisë me fakte dhe prova pa fund. Fakte dhe prova pa fund. Dhe zotëria, sot... Shpall në kërkim. Policor. Ndërkombëtar. Ku tjetë? Pishkollaj pak? Hajde ta shik, këtu të shofim që do bësh ti, do më thënë. Sigurisht që po. Ndigjeni. Por si duhet të reagoj një femër e cila ndodhet në tilla kushte? Ndiq një anën ligjore. Rasti që po trajtohet është një rast shumë i rëndë, sepse shpeshherë kemi pasur problematika të cilat kur një person ka qenë në kushte të tilla ku ka kërkuar me çdo kusht të takojë apo të përndjek një person, stresohet në atë lloj mase sa në shumë raste kanë përfunduar edhe me pasojë vdekjen, sepse të tilla veprime do të thotë që ky person e përndjek në atë farë forme këtë shtetase, saqë përbën rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në rastin konkret, ai ka konsumuar plotësisht Neni 121A që ka të bëjë me përndjekjen, është një vepër e rëndë që në të gjitha rastet pothuajse gjykata dhe prokuroria shqiptare kanë marrë masa ekstreme të arrestit në burg, sepse siç e theksova më parë, ka pasur dhe raste tragjike, por njëkohësisht kemi të bëjmë edhe me një dhunë në familje, për arsye sepse kjo shtetase ka bashkëtuar një kohë relativisht të gjatë prej 2 vitesh me këtë shtetas dhe aktualisht kanë mosmarrveshje dhe çdo lloj veprimi që është kërcënim apo veprime të tjera të cilat e shqetësojnë këtë shtetase, përbëjmë vepër penale edhe të dhunës në familje e parashikuar në anën 130A i Kodit Penal. Në qoftë se ne do t'i referohemi situatës së zonjës, asaj është tjetërsuar komplet mënyra e jetesës, sepse ka filluar të shkaktojë probleme jo vetëm te gjendja e saj emocionale, por edhe në atë shoqërore. Pra qëllimi i tij është ta diskreditojë dhe qëllimi vetëm është t'i krijojë dhe t'i ndryshojë mënyrën e jetesës. Nga ato mesazhe të cilat janë për mendimin tim shumë të rënda, ka edhe kërcënime të tilla për gjymtim të organeve gjenitale. Edhe kam të prejat. Odeta tani po e kuptoj edhe rregullimet e fundit apo kodin e ri penal, ku është parashikuar dhe një vepër e tillë për rast identik, është parashikuar nëse do gjymtohet organi gjinital femëror, përbën vepër penale dhe dënohet 4 deri 12 vjet. Ky shtetas duhet menjëherë të merrë masa dhe masa më ekstreme është ajo arrestit në burg, por njëkohësisht gjykata duhet të operojë me urdhër mbrojtje që të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e kësaj shtetasi. Dhe bashkë me avokatin Langozi dhe zonjën në fjalë, emisioni investigativ sot është drejtuar drejtorisë së policisë Elbasan. Odeta sapo bëm kallëzimin, rasti ishte shumë i rëndë, paraqitëm një sër provash, personi u shpall në kërkim policor, për këtë arsye kemi informuar edhe prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Në bashkëpunim mendojmë që autori i veprës penale të vihet përpara përgjegjësisë sa më shpejt, sepse nuk jeton në qytetin e Elbasanit dhe në territorin e Shqipërisë, por shpresojmë së shpejti të ekstradohet. Pra që sot shtetasi është shpallur në kërkim dhe na kanë dhënë dokumentacionin që provon një fakt të tillë. Komisariati i Policisë Elbasan ka reaguar me një deklaratë për shtyp pas kësaj lëvizje të emisionit Stop dhe avokatit Langozi. Në tekstin e deklaratës thuhet se janë kryer veprimet e para procedurale hetimore, është bërë shpallja në kërkim me Selami Maiqit dhe po punohet për gjetjen dhe shoqërimin e tij, si dhe sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes. Zonjës që bëri denoncimin është plotësuar urdhër mbrojtjeje i menjëhershëm dhe materialet janë dërguar pranë gjykatës së shkallës së parë në Elbasan. Materialet procedurale do të referohen pranë prokurorisë së Elbasanit ndaj shtetasit Maiqi për veprën penale të përndjekjes parashikuar në Kodin Penal. Kërkim policor. Je në një kërkim romantiko-policor. Bravo. Pra, tash ti mund të çosh mesazhet e policisë. Patjetër. Shefit policisë. Mund të vazhdosh romancat e tua. Mund të shkosh ke fshati i shefit policisë, gjitha me radhë. Vazhdoj ndiqi këto procedura. Sigurisht gjitha kjo histori, sepse flet vetë nuk desha të zgjatesha absolutisht, po ka një anë të mirë me dali që janë provat dhe faktet e zonjës, e cila sigurisht pas një kohë të gjatë ndrydhje, vuajtje, gjeti më në fund guximin që foli tek emisioni on duke pasur besime siç e thash dhe gjeti një zgjidhje, por jo vetëm kaq, nga ana institucionale duke folur për policinë apo prokurorinë dhe gjykatën më pas, po dhe nga instancat sociale që janë në atë qytet. Ndiqeni pak. Për të rast, emisioni investigativ Stop vuri në dieni dhe shërbimin social Bashkia Elbasan. Dhe pranë meje ndodhet
Nadire Kreka, përgjegjëse e sektorit për mbrojtjen gjinore dhe dhunën në familje. Faleminderit Odeta për referimin. Është një rast që ne nuk kemi pasur informacion më parë. Sapo u vum në dieni nga stopi, u paraqitëm në komisariat për të parë më nga afër dhe analizuar rastin. Patjetër që rasti do t'i nështrohet një vlerësimi të plot të situatës, do të mblidhet një ekip teknik ndërsektorial në bashki dhe sipas nevojave që mund të ketë rasti për mbështetje psikologjike apo dhe nevoja të tjera, do t'i ofrohen shërbimet mbështetëse në bashkëpunim me aktorët lokal. Emisioni investigativ Stop, bashkë me zonjën, një drejtuar forumit të gruas Elbasan. Ne nuk njihemi me rastin, nuk e kemi pasur së rast, tani që e morëm vesh nga Stopi, forumi gruas Elbasan do ofroj shërbimet për rastin, shërbim psikologjik me psikologë falas, shërbim ligjor me avokate dhe do trajtojmë rastin me dhënat që morëm nga Stopi dhe me provat që ka sjell Stopi. Përndjekja është vepër penale, që kështu rasti do ndiqet dhe do marrë dënimin që të meriton. Duke qenë me avokatën profesion, rasti trajtohet dhe do ndiqet si përndjekje dhe me ato prova dhe ato fakte që ka, është një rast që meriton të dënohet dhe të marrë dënimin e merituar. Është një nga ato rastet e rralla që në përgjithësi të femrat shqiptare vuajnë, rastet e një presionit të madh dhe një shantazhi të madh psikologjik dhe emocional. Nga faktet që më keni treguar, nga voice dhe mesazhet që zotëria ka dërguar zonjës, përpiqet për të kontrolluar emocionalisht dhe psikologjikisht zonjën përmes frikës, përmes shantazhit dhe përmes faktit që do ta bëj publike, do ta denigroj figurën dhe fytyrën e saj tek të afërmit në media e tjerë. Zonja ka një kompleksitet shumë të madh emocional, duke qenë se ka shumë kohë që shantazhohet, përndiqet, i vihen etiketime dhe ankthi që zonja përjeton, depresioni i madh emocional dhe shoqëror për shkak se i bëhet publike emri, është shumë i lartë. Ndaj zonja ka zgjedhur t'ju kontaktoj juve si një emision investigativ me shpresën për të gjetur paqen dhe për të gjetur të vërtetën dhe për ta ndihmuar në këtë rast, duke qenë se ndjen se e ka humbur besimin në autoritete për ta zgjidhur problemin e saj të madh. Pra ishte shërbimi social i qytetit, forumi gruas dhe psikologa që foli qartë e pasër për pasoja që lënë këto lloj ngacmime, këto lloj tortura të pafundme në të gjitha këtë histori. Pra historia e kësaj vajze tashmë besoj se mori një zgjidhje dhe sigurisht i bëj thirrje gjithë femrave, apo zonjave, apo vajzave që ndihen të përndjekura, të persekutuara pafund nga persona të habitshëm që për një momentin tuaj dobësi i keni falë atë çka ju kishit më dëshirë, dashurinë tuaj, pasionin tuaj, por nuk e kuptojnë se nuk ka pyll pa derra mi të keqe nona. Gabimi më i madh që bëri zonja është të heshtni. Është absolutisht kjo po. Tregojeni. Mirë po, marrë shkas nga kjo histori për të folur në një pjesë të tretë të këtij emisioni për disa vajza që kanë shkruar këtu, të cilat thonë që pse nuk na mbështet. Sepse historia e tyre është totalisht një histori trillimi lumiku. Unë nuk dua t'i përmend me emër sepse sigurisht persona që kanë dashur ata t'i përdorin për një lek apo për t'u vënë gjob, apo për t'u prishur personalitetin apo influencën që kanë apo për të shfrytzuar plot gjëra tjera, nuk mundet t'i përmend, po i ka me argumenta. Pra, në pjesën e tretë, sigurisht jemi të gjithë të ndjeshëm, ne të parë dhe ju gjithë shoqëria, për femrat që vërtet trajtohen keq, që kanë fakte dhe prova. Po sigurisht, kjo gjë nuk duhet i bëj këto femra për të sajuar, për të bërë intriga, për 1001 arsye, për të rënduar dhe seksin mashkull. Qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. E keni qa, amigota, e keni qa. Atere, si shpo u thoja, sigurisht i shkoj pas deri në fund, sa të kemi jetën, unë dhe Gentiani, emisioni, stop, stafit të gjithë, avokati, një pjesë e mirë e shoqërisë civile, rasteve ku femrat kanë fakte dhe prova. Ku femrat nuk me gjithse të tulatura për një farkoje, por flasin, bazuar mbi fakte dhe mbi prova. Por sigurisht në gjithë histori, ka dhe femra të nyta, që mundohen t'i vejnë gjob në ndërtuesi, apo të hakmerren për inatin të një divorci që nuk të do më dhe largohet. A hisë më do mua,
Pa im ka bërë kështu, a im ka përndjekur, a im ka bërë këte, a im ka ngacmuar, a im ka tridhoj, ku di unë që gjëra. A janë të pakta këto raste? Absolutisht jo. Të rolepsin dhe policin? Absolutisht po. Ekspertët bëhen palë, sepse nëse kjo historia do t'jetë pas një personi që ka para... Para pak ditësh ndodhi një mjek nga Kosova që u folë shumë në për media. Shtudesa ka raste plot. Dijeni hapin e parë. Duke u nisur nga rasti konkret, rasti ishte i provuar, sepse kemi parë dhe shumë raste që janë trajtuar dhe ku shtetaset abuzojnë me të qenin femër dhe mashtrojnë qoftë organet proceduse apo edhe opinioni publik me raste se janë keq trajtuar. Ky rast është shumë i rëndë që nga policia apo psikolog apo punonjës social dhe më tej prokuroria apo gjykata do të jenë të kujdesshme që të trajtojnë të dyja rastet, qoftë dhunën në familje apo qoftë edhe ngacmime të ndryshme seksuale, ashtu siç duhet të trajtojnë dhe rastet kur persona të tillë abuzojnë me këtë të drejtë. Pra rastet të rënda të tilla duhet merren masa urgjente dhe rastat e mashtrimit duhet të vijnë përpara përgjegjësisë autorët. Kemi pasur pafund raste kur abuzohet me të qenin femër dhe shkojnë përpara organeve të drejtësisë, qoftë për të vënë gjoba partnerëve apo personave të tjerë, të cilët shpeshherë janë viktimë e abuzimeve nga ana e femrës ndaj meshkujve me këto makinacione që ato bëjnë. Pa dyshim që kemi pasur dhe raste që gjykata ka urdhëruar mbrojtje apo ka lëshuar urdhër mbrojtje me prova fiktive vetëm me vetëm qëllim të përfitimit të vlerave monetare. Pra për këto arsye unë vlerësoj që gjykata që është pika fundore e gjithë hallkave të sistemit drejtësisë duhet të jetë më e kujdesshme. Emisioni Stop në shumë raste ka trajtuar edhe në nivele të larta raste të ngacmimeve seksuale, siç kemi rastin e gjyqtarit Guximtar Boçi apo edhe gjyqtarit tjetër në qytetin e Fierit që kanë qenë raste të rënda dhe padyshim që ata kanë marrë përgjigjen e merituar dhe dënimin e merituar. Pra çdo rast që një femër abuzohet duhet të denoncojnë, por gjithmonë me prova, se ndryshe duhet të përgjigjet ashtu si çdo gënjej për vepra penale të kallëzimit të rrem. Fatmirësisht ky rast ka fakte që e bën më të lehtë punën tonë, por dhe punën e autoriteteve për ta identifikuar personin duke i paraqitur faktet e reale. Në punën time të përditshme, në gjithë këto vite kam hasur raste të cilët kanë dashur të manipulojnë për arsye të dobta ose për arsye monetare, kanë dashur të manipulojnë të gjithë autoritetet, duke përfshirë të policin, po dhe psikolog, duke dhënë dëshmi të rreme. Është shumë e rëndësishme që në momentin në cilën ndodh një problematikë e tillë të marrim rrugën e raportimit. Pas disa kohësh është shumë e vështirë që të gjenden prova. Në eksperiencën tuaj, avokat, ka ndodhur që gratë kanë abuzuar nëpërmjet denoncimeve kundrejt gjinisë mashkullore për sa i përket dhunës apo ngacmimeve dhe si duhet të reflektojë organi i akuzës dhe gjykata në këto situata? Kuadri ligjor është i qartë. Këtu thirret në apel objektiviteti dhe hetimin thellësi organeve të specializuara, agjensive ligjzbatuse, së pari policisë që merr kallëzimin dhe pastaj prokurorit dhe gjykatës që vijojnë me procesin. Shumë femra për bazuar në interes material apo interesat formave të ndryshme inskenojnë ngjarje, intimidojnë apo manipulojnë dëshmitar të cilët duan të krijojnë një proces fals. Sigurisht që femra kërkon një mbrojtje të posaçme, por kur femra me këtë mbrojtje të posaçme abuzon, edhe ajo duhet të përballet me konsekwencat e ligjit, siç është kallëzimi i rrem, dëmi moral që i shkakton person tjetër, qetësinë personale, mund të jetë dhe familjare. Ne dimë raste edhe të bëra publike që persona të veçantë për denigruar njerëz të veçantë krijojnë skena dhe përmendin një ngjarje sikur ka ndodhur, ngjarje i referohet 15 vjet përpara. Dhe gjatë atyre 15 vjetëve kjo vajzë nuk është ndier. Dhe në një moment caktuar për një interes të caktuar, krijon një ngjarje të tillë. Ngacmimi seksual, sidomos të rriturve po dhe të miturve, është bërë mod. Sa reale, po aq edhe manipuluar, duke ditur reagimin e menjëhershëm dhe të shpejtë të shtetit. Dikush e bën në formë shantazhi për përfitim material të një
objekti për të jetuar, dikush tjetër për t'i zhvatur para një biznesmeni apo jo vetëm, dhe një pjesë tjetër e bëjnë edhe me qëllimin dashakeq për të denigruar dhe ulur figurën e personit që ata e akuzojnë. Këtu në fakt unë mendoj që duhet të jetë një rol shumë të madh përveç policisë së shtetit, duhet prokuroria, sepse e para njerë përbën vepër penale kallëzimi rrem, dhe e dyta, ata me fakte dhe me prova denoncusin nëse nuk ka të tilla, duhet ta vënë përpara përgjegjësisë penale me qëllim që jo është qëllimi primar të dënojmë njërin apo tjetrin, por qëllimi primar është që ne të parandalojmë shtimin e këtyre rasteve. Pra ishin ekspert, avokat, psikolog që flasin qartë të pasër nga eksperienca e tyre personale që plotë raste në dyert e gjykatave sot janë thjesht një mashtrim, një abuzim, një intrig, një kurt, një hakmarrje, ku diun çfarë tjetër. Dhe sigurisht e theksoj fort. Femrat meritojnë të mbrohen kur janë të tilla. Por kjo nuk duhet të bëj ato të marrin guximin, të rëndojnë jetën e kujdoj qoftë ai, pa fakte dhe pa prova, me historitë sajuara, se më thot i shoqen në Elbasan, apo i shoqen në Tepelen, apo më thot kjo kushërira, apo më thot ajo gjykatja, apo më thot ky shoku, apo më thot kunoti. Absolutisht jo. Vazhdoj me ekspertë të tjerë të fushës që ndajnë historitë të tyre personale. Ndigjeni. Fakti që kodi penal merr përsipër të mbrojë një shtresë shoqërore të dobët, siç mund të jetë femra në rastin konkret, nuk do të thotë që femra me kallëzimet e saj të abuzoj për sa i përket mbrojtjes i jep kodi penal. Në rast se kemi një dhunë në familje, në rast se kemi një ngacmim seksual, në rast se kemi një trafikim të supozuar të femrës, në rast se kemi një përdhunim të supozuar të femrës, momenti kryesor dhe i vetëm është të merret kallëzimi dhe organet ligjzbatuese ta verifikojnë me prova konkrete të pakundërshtueshme çdo element dhe çdo fjalë të këtij kallëzimi. Në të kundërt, ajo kthehet jo nga drejtësia, kthehet në abuzim dhe pastaj kthehet në një inkuizicion që mund të ndodhë. Meqense organet ligjzbatuese shpeshherë gabojnë, shpeshherë e marrin në mënyrë shumë empirike kallëzimin e femrës dhe me kallëzimin e femrës kryen arrestimin, kjo nuk i shërben mbrojtjes së kësaj gjinie të dobët. Kjo i shërben vetëm abuzimit. I gjithë elementi kryesor është mos i jep frymëzim femrës me hetim të dobët. Kjo nuk do thotë që atë nuk do ta mbroj ligji, por do ta mbroj ligji në bazë të provave dhe elementeve të domosdoshëm. Shpeshherë, duke parë këtë përciptësi të hetimit, ka dhe vajza, ka dhe femra të cilat për të prishur dhe imazhin e dikujt, për të cënuar imazhin e dikujt, për të cënuar personalitetin e dikujt, krijojnë situata të paqëna. Prandaj që të shpëtosh nga ky siklet për të qenë mes dy zjarreve, a duhet mbrojtur interesi i femrës apo duhet mbrojtur e vërteta, organet ligjzbatuese kanë vetëm një rrugë, të provojnë gjithçka që ajo thotë. Rastet tilla të ngacmimit seksual, gjitha rastet e tjera kërkojnë një hetim të plotë. Pra, duhet parë, kur ngrehen pretendimet, për shembull që është kallëzimi i rrem, duhen parë rrethanat dhe kushtet pse e kanë shtyr këtë person që të bëjë një kallëzim të rrem. Mund të jetë një interes material, mund të jetë shtyr nga një person tjetër. Mund të ketë raste që personat i përdorin dhe në perëndim për të marrë azil politik, pra që unë ngacmohem, kam këtë. Mund të kenë raste, domethënë, për punë inati. Pra për punë shantazhi, organi procedues nuk duhet të jetë pedant ose të bëjë hetimet njashme, por duhet i marrë të gjithë provat, të cilat në unitet me njëra tjetrën tregojnë për fajësinë e një personi. Pra, në materialin e fundit, shumë herë këto sajesa që më ka ngacmuar, më ka përsekutuar, më ka ngacmuar seksualisht, më ka përndjekur, bëhen edhe për të marrë azile politike jashtë. Azile politike? Atje, ose jo politike, se politika është kur ke probleme politike, po këto, azilet sociale, që atje ndjehem e rrezikuar. Për letra, për dokumenta. Morë shatë keqen. Mirë po, sigurisht, në gjithë të histori, nuk do reshin kur femrat e liga të ndyta, të pista, që do sajojnë, do trillojnë, do abuzojnë, kujt nuk do sajojnë dhe shpifin. Por ka një detyrë shumë të rëndësishme, gjykata, prokuroria, që të japi atë çka meriton. Nëse diçka është bazuar në fakte si ky rasti që folëm pjesën e dytë, absolutisht që po.
Por nëse fillojnë histori të shkojnë ke ajo, veni. Në Theodoriu t'i thejmë ndryshe. Ikim, natën e mire përshëndetje shihemi nesër mbrëma. Vajza? Hajde, vajza. Pra, përfundimisht ju veshët që për kombëtare, në? Sa doli kombëtari atje? 4-1. 4-1, 4-6, Tanjona, oke. Pa marrë ndeshja. Pas ke minuta 70, se mas 70 s'bon golin e dytë Jordania. S'ka problem. Friti! Flonza! Onza! Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.